تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia e takon vetëm Allahut, atë e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu, s'ka kush e devijon, dhe kë e devijon Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me librin Rawdatul Uqala, ose kopshti i të mençurve, të autorit Ebu Hatim Muhammad ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e radhës, thot autori rahimahullah, në këtë temë që është me titullin Dhikrul Hathi ala Luzumi Samti wa Hifdhi Lisan. Do të thonë është nxitje për vazhdimsi në heshtje, ose nxitje për heshtje dhe ruajtje të gjuhës. Do të thonë heshtja dhe ruajtja e gjuhës. Ka thonë autori rahimahullah, akhbarana Hamid ibn Muhammad ibn Shuaib al-Balkhi bi Baghdad. Na ka treguar Hamid ibn Muhammad ibn Shuaib al-Balkhi në Bagdad. Ka thonë, haddathana Mansur ibn Abi Muzahim, qala haddathana Abu al-Ahwas, an Abi Husayn, an Abi Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pra me këtë zinxhir Abu Hatim ibn Hibban pra transmeton nga me këtë zinxhir deri te Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Do të thonë kush beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, le të flasë mirë ose le të hesht. Ky është hadith sahih që e kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre, ku përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë çështje me rëndësi që është ruajtja e gjuhës dhe zgjedhja e fjalëve ose matja e fjalëve. Pra kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flasë mirë, do të thonë kur e di se fjala është e mirë, ose le të hesht, ose mos të flasë, do të thonë nëse nuk është i sigurt që ajo fjalë që do ta flasë është e mirë. Gjuha në edukatën islame ka një rëndësi të veçantë dhe Allah subhanahu wa taala i ka dhënë pozitë të rëndësishme gjuhës. Dhe kur është ajo e ruajtur, do të thonë është përmirësim për pjesë tjera të trupit, dhe kur është e lëshuar edhe pa kufi, është do të thonë që i sjell dëm edhe pjesëve të tjera të trupit, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mëngjes kur ngrihet kur ngrihet biri i Ademit, do të thonë mëngjes, të gjithë pjesët e trupit i drejtohen gjuhës, edhe i thonë ittaqillaha fina, do të thonë ruhu Allahut mos na dëmto, sepse do thonë in istaqamta istaqamna, do të thonë nëse ti drejtohesh, drejtohemi edhe ne. Dhe nëse wa in i'wajajna, do të thonë nëse shtrembohesh, nëse lakon, atëherë lakojmë edhe ne. Do të thonë të gjitha pjesët e trupit ose të gjitha gjymtyrët dhe të gjitha veprat varen prej kujdesit dhe ruajtjes së gjuhës.
Edhe gjuha është, domethënë ajo kryesorja që i sjell njeriu të mira ose të këqija, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kuffa alejka hadha, edhe ka bërë shenjë të gjuha, domethënë mbaje këtë, edhe ka thënë Muadhi radhiyallahu anhu, o i dërguari i Allahut, a merremi në përgjegjësi edhe për atë që flasim me gjuhë? Ka thënë thakilatka ummuka ya Muadh, wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Domethënë i ka thënë ai hedh njerëzit për fytyrë në zjarr, ose ka thënë domethënë është dyshimi i transmetuesit, ose me kokë në zjarr, ai hedh diçka tjetër përveç se ajo që korrin me gjuhët e tyre. Domethënë ajo është puna më e rëndësishme që njeriu duhet t'i kushtoj rëndësi, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu ka thënë ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Do thotë çdo fjalë që e flet, mbi të ka një mbikëqyrës preciz, domethënë të përpikt, që ja shkruan secilën fjalë. Edhe për këtë shkak ai njeri që beson në Allahun, ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith dy elemente shumë të rëndësishme. Men kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Domethënë kush beson në Allahun. Domethënë ai njeri që ka iman edhe e njeh Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe e di që ajo të cilën e vepron, ose kur flet, ose kur hesht, kur vepron ose kur nuk vepron, është duke adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Domethënë kjo është punë me rëndësi, që e ka parasysh besimin në Allahun e lartësuar dhe besimin në emrat dhe cilësitë e tij. E di se Allahu është mbikëqyrësi, se Allahu di çdo gjë për të. Dhe gjithashtu wal yawmil akhir, dhe beson ditën e gjykimit. Domethënë po ashtu beson se do të dalë para Allahut dhe do të jap llogari në ditën e gjykimit ose në ditën e fundit, pra është në hadith. Pra kush beson në Allahun edhe i bën lëvizjet, fjalët për të adhuruar Allahun dhe beson se do të japë përgjegjësi për ato në ditën e gjykimit, atëherë patjetër se do t'i masë fjalët. Atëherë do të flasë mirë, domethënë e analizon fjalën, a është e dobishme, a është e hajrit, ose hesht, nuk flet, nëse nuk e di që është e hajrit. Prandaj kam thënë dietarët se ka 3 lloje të fjalëve. Domethënë fjalë që është hajr, fjalë që është mirësi e plot, dhe fjalë që është e keqe e plot, dhe fjalë të dyshimta. Kur do ta flasësh një fjalë, duhet të analizosh kjo fjalë, a bën dobi, a sjell mirësi, ose jo. Nëse sjell mirësi, atëherë e praktikon hadithin falyaqul khayran. Domethënë fole të mirën, thuaje atë që është hajr. Nëse nuk është hajr dhe është e keqe, domethënë analizon dhe ajo fjalë del se është e keqe, e dëmshme, atëherë mos e thuaj. Nëse është e dyshimt, nuk e di sakt, a është e mirë ose e dëmshme, a është, domethënë e dobishme ose e dëmshme, a është e mirë ose e keqe, atëherë më mirë ti largohesh asaj fjale dhe më mirë të kesh durim për këtë, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Domethënë kush ruhet prej punëve të dyshimta, edhe në këtë rast prej fjalëve që janë dyshimta, atëherë e ka ruajtur dhe e ka pastruar nderin dhe fenë e tij. Domethënë nëse ruhet prej asaj që është e dyshimt. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Lej ato që të fusin dyshim dhe merri ato që nuk kanë dyshim. Prandaj, domethënë këto fjalët njeriu është me rëndësi shumë t'i kontrollojë, edhe këtu do të përmendim disa sqarime dhe fjalë të selefëve. Por duhet njeriu në përgjithësi ta di për fjalën, si thon dietar dhe Sheikh Abdullah Buhari rahimahullah përsërit shumë herë këtë fjalë, Sheikh Abdullah Buhari, Allahu e ruajt.
dhe mëshiroft, gjallë dhe vdekur, e përsërit shumë, do të thënë fjalën përderisa nuk e ke thonë ti e posedon atë ose ti e sundon atë. Dhe kur e nxjerr nga goja, atëherë ajo të sundon ty. Do ta sqarojmë më vonë, do të përmendet me lejen e Allahut. Prandaj në vazhdim do të thënë ky është hadithi që është hapja e kësaj teme dhe tani për këtë temë për kujdesin për fjalët flet autori rahimahullah. Thot i mençuri e ka obligim që ti nëse i ka plotsu këto dy mjete që i thamë më herët, cilat ishin ato? Ishte takwaja dhe dituria. Do të thënë nëse ka takwa dhe është pajisur me dituri, atëherë do të thënë që është përmirësimi i të brendshmes, përmirësimi i të fshehtës dhe kërkimi i diturisë së vazhdueshme, atëherë duhet ta japë mundin maksimum që ta ruaj gjuhën dhe ta drejtoj gjuhën, sepse gjuha e sjell njeriu në pozita të rrezikshme ose të dëmshme. Do të thënë për shkak të fjalës, për shkak të një fjale dikush vjen në rrezik ndonjëherë edhe për jetën e tij. Thot heshtja i jep njeriut dashuri dhe respekt, nder, pozit, kush e ruan gjuhën, aje ka qetësu veten e tij dhe pendimi prej heshtjes është më ose kthimi prej heshtjes është shumë më i lehtë se sa kthimi prej të folurit. Do të thënë nëse njeriu nuk ka heshtur, nuk ka folur, do të thënë ka heshtur në një pozitë, edhe pas një kohe bëhet e qartë se është dashur të flasë. Është shumë lehtë, do të thënë vetëm e thot atë vërtetën, pas një analize edhe shtesë, do të thënë edhe më shumë kohë ka shku, edhe më shumë analizon atë fjalë që ka menduar ta flasë, por nuk e ka folur. Edhe shumë lehtë e përmirëson këtë heshtjen në një vend, mirë po fjalën që e ka thonë është shumë vështirë ta përmirësoj. Pastaj, do të thënë, kthimi prej heshtjes është më i lehtë se kthimi prej të folurit. Dhe kanë thonë was-samtu manamul aqli wal mantiqu yaqadhatuhu. Do thotë heshtja është gjumi i mendjes, kurse të folurit është pagjumësia, më thonë. Do thotë kur hesht njeriu e ka mendjen e qetë, edhe mund të flej rahat, kurse kur flet, aty duhet të jetë vazhdimisht i zgjuar edhe të gjej arsyetimet dhe të dale prej kësaj ngushtice që e ka futur veten me gojen e tij ose me gjuhën e tij. Pastaj ka thonë haddathana Muhammad ibn Zanjuja, pra me zinxhirin e tij, thotë se Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ka thonë se Luqmani ka thonë inna min al-hukmi as-samt ose min al-hikami as-samtu wa qalilun fa'iluhu. Do të thonë urtësi është heshtja. Mirë po shumë pak njerëz ka që plotësojnë këtë. Do të thonë njeriu i urtë, i mençur hesht më shumë. Por shumë të rrallë janë ata që heshtin. Pastaj ka sjell një poezi që thotë Shadani al-Kuraizi, pra ka thënë Kuraizi, aqlil kalamaka wasta'idh min sharrihi inna al-bala'a bi ba'dihi maqrunu wahfaz lisanaka wahtafidh min ghayyihi hatta yakuna ka'annahu masjunu. Do të thonë paksoj fjalët. Pra thotë ky poet, paksoj fjalët dhe kërko mbrojtje prej sherrit të fjalëve. Do të thonë si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa basari wa lisani. Do të thonë Allah kërkoj mbrojtjet e tij nga të këqijat e dëgjimit tim, shikimit tim, do të thonë rënia në harame përmes shikimit dhe dëgjimit, dhe nga të këqijat e gjuhës sime, sepse ato e sillin njeriu në rreziqe dhe e ngarkojnë me ngarkesa të rënda. Prandaj thot paksoj fjalët, kërkon mbrojtje prej të keqes fjalëve, sepse innal bala'a bi ba'dihi maqrunu. Do të thonë disa sprova ose bela dhe vështirësi që i vijnë njeriu, shumë prej tyre, do të thonë lidhen me disa fjalë. Pra fjalë që i thot njeriu, pastaj pasojnë
sprova dhe vështirësi nga thënia e fjalëve. Prandaj thot ruaje gjuhën dhe ruhu ose mbrohu prej devijimit të saj. Pra ruhu prej devijimeve, shtrembrimeve të gjuhës dhe baje gjuhën sikur të jetë e burgosur. Do të thënë fute në burg gjuhën. Dhe ai që është në burg mund të dalë vetëm me leje të veçantë. Do të thënë del nga burgu. Në këtë mënyrë, si ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, pra nuk ka diçka që meriton më shumë të jetë e burgosur se sa gjuha. Do të thënë ajo, prandaj thot këtu, mbaje gjuhën si të burgosur. Wakkil fuadaka bil lisani wa qul lahu innal kalama alaykuma mawzunu. Thot, leja në përgjithësi zemrës, do të thënë mençurisë, që tham diturisë, takuas, që e ke përmirësuar tani zemrën me takua, edhe e ke pajisur me dituri, tani leja në përgjithësi kësaj gjuhën, edhe thuaj fjalët që dalin ju maten juve, do të thënë peshohen ditën e gjykimit të gjitha fjalët. Pra ki kujdes, zemër dhe ti gjuhë, fjalë, do të thënë fjalë që do t'i nxirrni, do të merreni në llogari për këto. Fazinahu wal yakum muhakkaman dha qillatin innal balaghata fil qalili takunu. Atëherë thot matini fjalët mirë, do të thënë me atë pesoren precize, si pesorja e artarit, mati fjalët dhe bëj të sigurta, të kufizuara dhe të pakta, se ajo oratoria e fuqishme ose kuptimi i fuqishëm është me pak fjalë. Si thuhet në arabisht khairul kalami ma qalla wa dal. Do të thënë fjalët më të mira janë ato që thuhen pak, por kanë kuptim. Do të thënë pak fjalë me kuptim të fuqishëm, ose gjithashtu ka thënë el balaghatu el ijaz. Do thotë oratori është kur flitet me pak fjalë, kur jep kuptimet e plota, por i shpreh ato me pak fjalë. Dhe kjo është më rëndësi që fjalët jenë të matura. Do thënë çdo fjalë, dhe e dim ne, dhe kjo është shprehje e popullit ton, si thoni ka fjalët e matura, do të thënë njeri që me mendon se çka nxjerr, çfarë fjalë flet, kurse e kundërta është i ka fjalët pa matura, do të thënë pa mas, e i nxjerr pa i llogaritur se sa do të dalin prej tij. Peleshon e këtë më nëzese. Atë tjetër. Pastaj thot autori rahimahullah, حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا جعفر بن نوح الأذني قال حدثنا محمد بن عيسى ابن الطباع قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله. Do thot me këtë zinxhir transmeton pra Ibn Hibban nga Malik ibn Anas se ka thënë kullu shay'in yuntafa'u bi fadlihi illa fadlul kalam fa inna fadlahu yadur. Do të thënë çdo gjë përfitohet kur shtohet ajo. Prej çdo gjëje përfitohet nëse e shton. Nëse merr më shumë, është më mirë, do të thënë më shumë pasuri, më shumë libra, si tham, më shumë dituri, më shumë ushqime, ndoshta për dikan. Prej gjithave përfitohet kur janë më shumë, përveç se prej fjalëve. Se fjalët sa më shumë që t'jenë, aq më të dëmshme janë. Pastaj thot, gjithashtu me zinxhir tjetër, transmeton nga Abu Darda radhiyallahu anhu se ka thënë la khayra fil hayati illa li ahadi rajulain. Do të thënë nuk përfiton prej jetës ose nuk ka bereqet dhe mirësi në jetë njeri përveç nëse i ka një prej këtyre dy cilësive. Munsitun wa'in au mutakallimun alim. Do të thënë nuk ka dobi prej jetës si njeri, nuk ka dobi pse është gjallë dikush, përveç nëse është një prej këtyre dyve. Dëgjues që kupton, do të thënë hesht, edhe veshin fjalëve edhe i kupton mirë, ky është një lloj, edhe ai që flet me dituri. Do të thënë këta janë, te këta ka hajër, si tham, edhe diete çështja e diturisë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithë bota është e mallkuar përveç përmendjes Allahut, edhe ajo që ka të bëjë me përmendjen e Allahut, dhe dietari që flet, do të thënë dietari duhet patjetër të flas, dhe ai nxënësi që mësohet hesht,
edhe dëgjon me vëmendje për të përfituar. Pra kjo ishte fjalë e Ebu Derdas radhiyallahu anhu. Pastaj thot autori rahimahullah, i mençuri e ka obligim që mos mundohet ti mund njerëzit me fjalë. Do të thonë nuk duhet i mençuri të bëj më shumë fjalë që ti ngadhnjej të tjerët me fjalë. Dhe nuk duhet t'ju dale njerëzve vetë, do thotë si më thon vullnetarisht, me dalë që vetëm të flase. Pra nuk është i mençuri ai që kërkon çdo herë kërkon fjalën, sepse edhe nëse të folurit në atë moment është një ëmbëlsi, do të thonë kur njeriu flet dhe mendon, do të thonë nëse e qillon ose i rendit fjalët bukur, i duket ajo e ëmbël në atë moment, mirë po heshtja në atë moment është gradë e lartë. Do të thonë të folurit është ëmbëlsi e momentit, por heshtja në atë moment ku duket të folurit ëmbëlsi është gradë e lartë. Pastaj ka thonë وَمَنْ جُهِّلَ بِالصَّمْتِ عَيَّ بِالْمَنْطِقِ. Do të thonë nëse dikujt i thuhet se nuk di pse hesht, atëherë shfaqet si ignorant i madh nëse flet. Pra nëse ndodh që njeriu t'i thuhet nuk di me fol, nuk flet, do të thonë, atëherë të folurit e tij do të jetë edhe më shumë që llogaritet si ignorancë. Dhe njeriu thot ose është si pamje e prezantuar, do të thonë, ose me fjalë tjera njeriu ose do të dalë si palaçot që flet shumë, ose do të jetë një, do të thonë, diçka e humbur që kërkohet. Do të thonë ose do të jetë që flet edhe askush nuk ka nevojë të dëgjojë fjalët e tij, ose do të jetë dikush që i kërkohen fjalët edhe do të thonë është diçka si i humbur dhe kërkohet për ta si një pasuri. Pra si është përmendur se dikush ka folur shumë gjatë, do të thonë gjithë ditën ka fol dhe ka pas aty një beduin që ka qenë i mençur dhe i zgjuar, i urtë. Edhe ai ka fol kohë gjatë, pastaj i ka thonë këtij beduinit, a e di se çka është ignoranca? A di çka do të thotë ignorancë? Ai ka thonë, po, kjo që ti je tu e bë gjithë ditën, do të thonë që vazhdimisht flet, kjo është vetë ignoranca. Thot, pra Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ngritur pozitën e këtij organi që është gjuha, do të thonë e ka ngritur në pozitë lartë në krahasim me pjesë tjera të trupit, se nuk ka diçka që fiton më shumë shpërblime nëse gjuha është e bindur ndaj Allahut. Dhe nuk ka diçka që fiton më shumë ngarkime me mëkate se nëse është, do të thonë, i tejkalon kufit. Pra, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni t'ju tregoj për veprën më të mirë, që është më mirë se t'jepni ardh dhe argjend, dhe më mirë se të luftoni në rrugën e Allahut dhe të takoheni me armikun dhe do të thonë t'i vrisni dhe t'ju vrasin pra në rrugën e Allahut, cila është më e mira, përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë kjo gjuhë me dhikr fiton shpërblime të shumta, me urdhrim për të mira, ndalim nga e keqja, me thirrje në fenë e Allahut, do të thotë fiton shpërblime të shumta. Por gjithashtu edhe mund të fitoj dënime të shumta, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndonjëherë njeriu flet një fjalë që nuk i kushton shumë rëndësi dhe ajo është në kënaqësinë e Allahut dhe për të ngrihet 70 vjet në xhennet. Domethënë 70 vjet distancë, shkon lart në xhennet dhe dikush flet një fjalë që nuk i kushton shumë rëndësi dhe ajo fjalë është prej, domethënë është në zemrimin e Allahut dhe për të thellohet në xhehenem 70 vjet. Allahu na ruaj. Domethënë, pra gjuha e ka këtë pozitë lart. Nëse është e bindur ndaj Allahut, fiton shpërblime të shumta. Nëse është që nuk ka kufi, atëherë fiton dënime të shumta.
Ka thonë autori se më ka thonë Muhammed ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, këtë poezi, la in kana majna al-lawmi ma anta qailun wa lam yaku minhu an-naf'u fa-as-samtu aysaru. Do thot, nëse të vinë qërtimet për shkak të fjalëve që i thua, dhe kjo një, ose nuk ka dobi në ato fjalë që do t'i thuash, atëherë heshtja është më e lehtë. Më lehtë është të heshtësh, edhe nuk ke përgjegjësi. Pastaj nuk mund të marrë dikush në përgjegjësi, do thot, për heshtjen, se për fjalë të marrin. Pse e the këta, ku bazohesh, ose si e the, ose e kishe këtë qëllim, ose se kishe. Heshtja është shpëtim, dhe është më e lehta. Fala tubdi qawlan min lisanika lam yarud mawaqi'ahu min qabli dhalika at-tafakkur. Do thot, mos nxirr ndonjë fjalë e cila përpara se të dalë nuk ka shku të pasurohet, domethënë në vendet e meditimit. Domethënë nëse nuk e ka kjo është pra shprehja e poezisë. Domethënë nëse nuk e ke analizuar mirë, nuk e ke shoshitat fjalën nëpër shoshat ose nëpër filtrat e mendimit të saktë, atëherë mos e nxirr, domethënë që të duket, që të dalë në publik. Po ashtu thot, na ka treguar Ibn Qutejbe me zinxhirin e tij, thot se me këtë zinxhir domethënë transmeton poezin nga Mushir, nga Abu Mushir, i cili ka thonë: "Qad ara kathrat al-kalami qabihan, kullu qawlin yusinuhu al-iktharu." Domethënë, fjala e shumt, të folurit e shumt është i shëmtuar. Dhe secilën fjalë, teprimi i fjalëve e shëmton. Domethënë nëse mund të jetë edhe fjala e bukur, mirë po kur teprohet shumë, atëherë bëhet e shëmtuar. Gjithashtu me zinxhir tjetër ka transmetuar se Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ka thënë: "Ta'ahad lisanaka inna al-lisana sari'un ila al-mar'i fi qatlihi wa hadha al-lisanu yuridu al-fu'ada wa hadha al-lisanu baridu al-fu'adi yadullu ar-rijala ala aqlihi." Do thot, kontrolloje gjuhën, vazhdimisht shikoje se çka nxjerr prej gjuhës, sepse gjuha shumë shpejt mund ta vrasë njeriu. Domethënë ka mundësi ndonjë fjalë të jetë shkak që t'i vijë vdekja njeriu, dhe gjuha është posta e zemrës dhe i tregon njerëzve, kjo post, domethënë u tregon njerëzve se sa është sasia e mendjes. Domethënë gjuha është që e shfaq mençurinë ose budallallëkun e njeriu. Pastaj transmeton autori rahimahullah, gjithashtu me zinxhirin e tij nga Fudail ibn Iyad rahimahullah, se ka thënë: "Shay'ani yuqassiyan al-qalb." Dy gjëra e ngurtësojnë zemrën. Ka thënë: "Kathratu ad-dahik wa kathratu al-akl." Do thotë të qeshurit e shumt dhe ushqimi i shumt. Këtë fjalë e përmendëm më herët, mirë po në disa kopje të librit është kathratul kalam wa kathratud dahik, do të thënë të folurit e shumt dhe ushqimi i shumt janë që e bëjnë zemrën të ngurtë. Do të thënë kur njeriu vetëm flet, bëhet llafazan, nuk ka kohë për të menduar për zemrën e tij, edhe për ta pastruar zemrën, që vazhdimisht vetëm flet, dhe të folurit e shumt, si do të përmendet më vonë, të folurit e shumt sjell gabime të shumta. Dhe këto gabimet e shumta e bëjnë zemrën të ngurtësohet. Edhe gjithashtu ushqimi i shumt e bën zemrën ngurtësohet, sepse kur ha shumë njeriu, atëherë i vjen përtacia dhe largohet prej adhurimeve. Pastaj thot autori rahimahullah, transmeton me zinxhirin e tij nga Sufjan al-Thauri rahimahullah, se ka thënë: "Awwalul ibadati as-samt", do të thënë fillimi i adhurimit është heshtja. Pastaj kërkimi i diturisë, pastaj veprimi sipas asaj diturie, pastaj mësimi për mendsh, pastaj shpërndarja e saj. Edhe kjo fjalë ngjashme nga Sufjani Thauri, edhe nga Abdullah ibn Mubarak, u përmend te vlera e diturisë, do të thënë për këto hapa, siç i tham, do të thënë në mësimin e kaluar. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Ahnaf ibn Qais rahimahullah,
Ahnef ibn Qais është një prej imamëve tabiinëve gjithashtu, edhe do ta shohim më vonë si Omeri radhiyallahu anhu e ka këshillu këtë, domethënë prandaj mbajeni mend emrin Ahnef ibn Qais, ka thonë as-samtu amanun min tahrif al-lafz. Do thotë heshtja është siguri nga shtrembrimi i fjalës. Domethënë kur ta thush një fjalë, e merr dikush edhe ta mvesh, domethënë shton diçka ose ndryshon diçka, edhe thot ka thon filani, pastaj ti duhet me vrapu, me vërtetu se nuk e ke thënë ashtu, po e ke thënë kështu. Kurse heshtja është siguri, nuk ka si me ta shtrembu dikush heshtjen. Wa ismatun min zayg al-mantiq, edhe gjithashtu është pashtu siguri nga rëshqitja e fjalëve, domethënë kur hesht, më pak mundesh me gabu. Wa salamatun min fudul al-qawl wa haybatun li sahibihi. Edhe është shpëtim nga teprimi i fjalëve. Domethënë sa më shumë heshtje, atëherë do të kesh nevojë për më pak fjalë të tjera për t'u sqaruar. Sa më shumë fjalë kërkohen më shumë fjalë tjera, dhe gjithashtu është hejbe, domethënë respekt për njeriu. Domethënë kur është i heshtur, ka më shumë respekt dhe më shumë është i nderuar. Thot autori rahimahullah, pra i mençuri e ka obligim që ta zgjas heshtjen, domethënë të vazhdoj me heshtje, dhe përveç nëse e ka obligim të flasë. Duhet sa më shumë të vazhdoj i heshtur, përveç kur i bëhet obligim që të flasë. Si kanë thënë dikush prej dietarëve të hershëm, i kanë thënë fol diçka, ka thënë flet vetëm një prej dy llojeve të njerëzve, prej dy llojeve të njerëzve. Ose flet ai që është i urdhëruar, domethënë që e ka obligim të flasë, ose ai që është budalla, domethënë që është i çmendur. Ka thonë unë nuk jam i urdhëruar, se kam ndonjë obligim, domethënë që të flas diçka, dhe nuk duhet të jem prej llojit të dytë, nuk dua të jem prej llojit të dytë. Prandaj pra thot Imam Ibn Hibban rahimahullah se njeriu i mençur duhet të vazhdojë në heshtje derisa t'i bëhet obligim të folurit. Dhe shumë njerëz janë penduar që kanë folur, dhe shumë pak janë penduar që kanë heshtur. Dhe njerëzit me dëshpërimin më të madh dhe me sprovat më të mëdha janë ata që janë sprovuar me gjuhë domethënë të lëshuar, gjuhën e lëshuar. Ata kanë më shumë sprova dhe më shumë vështirësi. Me gjuhë të lëshuar, domethënë që nuk e ka të burgosur, pra si thamë që gjuha duhet të jetë në kohë më të gjatë e burgosur, ata që e kanë gjuhën e lëshuar dhe zemrën e errësuar, do të thotë që nuk ka mësuar dituri, këtyre u ndodhin pra sprovat më të shumta. Dhe pastaj thot se gjuha ka 10 cilësi që duhet i mençurit i di, dhe secilën cilësi ta vendos në vendin e vet. Edhe pastaj përmend, domethënë është mjet për ta shfaqur sqarimin, është dëshmitar që e tregon çka ka njeriu në zemër, është shprehje, domethënë që e jep përgjigjen, është gjykatës që i ndan çështjet, është ndërmjetësues me të cilën arrihen nevojat, është përshkrues që me të njihen sendet, domethënë njihen gjërat, përshkruhen, sqarohen, është falenderues që e largon ftohtësinë mes njerëzve, është tërheqës që e shton dashurinë, është ngushëllues që i përkujton zemrat, dhe është domethënë përforcues që i largon brengat. Domethënë gjuha mund t'i ketë këto pozita, edhe secilën njeriu duhet ta përdorë në vendin e vet. Pastaj transmeton autori një poezi nga Ebul Atahia rahimahullah, domethënë është një poet i njohur prej selefit. Ebul Atahia ka thënë: in kana yu'jibuka as-sukutu fa innahu qad kana yu'jibu qablaka al-akhyara. Domethënë nëse e sheh se të pëlqen heshtja, atëherë dije se njerëzit e mirë më përpara
njerëzve të mirë gjithashtu më përpara u ka pëlqyer heshtja. Wala in nadimta ala sukutin marratan falaqad nadimta ala al-kalami mirara. Nëse pendohesh për heshtjen një herë, atëherë për të folurit do të pendohesh shumë herë, do të thënë 100 herë. Se më thënë nëse bëhesh pishman pse ke heshtur një herë, do të bëhesh pishman pse ke folur 1000 herë. Dhe thot inna as-sukuta salamatun wala rubbama zara'a al-kalamu adawatan wa dirara. Dhe heshtja është shpëtim, kurse shpesh herë të folurit mbjell armiqësi dhe dëmtim. Wa idha taqarraba khasirun min khasirin zada bidhaka khasaratan wa tabara. Nëse i humburi bashkohet me të humburin, atëherë të dyve ushtohet më shumë humbja dhe shkatrimi. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Ismail ibn Suhejl, thot, pra transmeton Ebu Hajje, thot isha duke ecur me Ismail ibn Suhejlin dhe ishte një njeri i urtë dhe më tha: "Ela ukhbiruka bi bayti shi'rin khairul laka min 10,000 dirham." Ka thëna, do të tregoj një varg të poezisë që do të jetë më mirë për ty se 10,000 dirham. Ka thonë po. I ka thonë cilën e do më shumë pastaj. Ai ka thonë ma trego këtë poezi, ai ka thonë cilën e do më shumë. E do veten tënde apo 10,000 dirham. Ky i ka thonë e dua veten time. Atëherë ka thonë dëgjoj këtë urtësi. Ikhfidhi s-sawta in nataqta bileylin waltafit bin nahari qabla al-maqali. Do të thonë ule zërin kur flet natën dhe shiko për rreth kur flet ditën. Do thotë kjo është ka për qëllim se kur flitet natën, nata është e qetë, edhe gjithashtu nuk shihen njerëzit që mund të jenë në afërsi. Prandaj gjatë natës duhet njeriu të flasë me zë të ulët, sepse nuk mund ta di se sa mrin zani. Donjëherë kur del dikush të flasë natën, dëgjohet ndoshta zëri i tij me kilometra. Do thotë nga pasi nata e ka këtë cilësi, dhe ditën gjithashtu shiko për rreth, kush mund t'i dëgjoj fjalët e tua. Pra me pas kujdes se ndonjëherë fjala mund ndikojë te njëri. Një fjalë mund ndikoj për shumë të mira edhe një fjalë mund të ndikoj ndonjëherë për të keqe të madhe. Dhe mirë po në përgjithësi kjo është për qëllim është se duhet ta kesh kujdes kush i dëgjon fjalët e tua. Pra kujt i flet, kur e di, domethënë personin që është duke të dëgju, e di se çfarë fjale i bëjnë dobi atij. Por kur nuk e di se kush është duke dëgju, ka mundësi me thonë fjalë që dikujt i bëjnë dëm. Por në përgjithësi njeriu duhet ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Pa marr parasysh natën a ditën, duhet gjithmonë ta di se Allahu është që e sheh dhe e dëgjon. Si ka thënë Allahu, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Do të thonë njësoj është tek Allahu, njësoj është të gjithë jeni njësoj, si ai që e thot fsheht fjalën ose e thot haptazi, do të thonë e thot me zë të lartë ose me përshpëritje, tek Allahu është njësoj. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Edhe njësoj është si ai që fshihet natën ose shfaqet ditën. Do të pa marr parasysh a je në një vend të errët në errësirën e natës, larg prej njerëzve, ose je ditën duke fol publikisht, tek Allahu subhanahu wa taala janë njësoj. Edhe a flet me përshpëritje ose me zë të lartë, te Allahu është njësoj, Allahu i di të gjitha. Prandaj thot autori rahimahullah, al-wajibu ala al-aqil, do të thënë i mençuri e ka për detyrë që të flasë sikur në një njeri që nuk di. Do të thënë ose sikur një njeri që nuk është i aftë për të folur. Do të thënë flet me pak fjalë, saqë nëse dikush ndonjë ignorant e dëgjon, thot nuk di të flasë, ka vetëm fjalë të shkurta. Por nëse i mençuri e dëgjon dhe dietari, e kupton se ato fjalë të pakta janë me kuptime të fuqishme. Pra bëhu që flet si ai që s'di të flasë. Alimen ke jahil, edhe dietar si i paditur. Do të thonë mëso dituri
grumbullë dituri, por jo ta shfaqes në secilin vend. Rri, domethënë sikur nuk di, sepse kur të jetë nevoja, domethënë kur është obligim të flitet, atëherë njeriu duhet të flasë. Wasakitan kanatiq, edhe i heshtur si duke folur. Se ndonjëherë heshtja është më e fuqishme se shumë fjalë. Edhe ndonjëherë përgjigjja e sulmit ose përgjigjja e ndonjë fjale më e mira është heshtja. Përgjigjja më e mirë është heshtja. Sepse thot li'anna al-kalama la budda lahu min al-jawab wal jawabu law ju'ila lahu jawab lam yakun lil-qawli nihaya. Thot se kur flet, domethënë kur del një fjalë, patjetër të ketë një përgjigje. Dhe nëse asaj përgjigjes i jepet edhe një përgjigje tjetër, atëherë domethënë nuk mbaron fjala asnjëherë. Domethënë ky përgjigjet, ai përgjigjet atij, pastaj prapë kjo përgjigje kërkon tjetër përgjigje, nuk ka fund, nuk kanë fund fjalët. Edhe atëherë njeriu del, domethënë del prej kufive, nuk i shihet fundi. Dhe nuk ka mundësi kur njeriu flet mos i përshkruhet, domethënë teprimi ose te ngarkimi me fjalë. Dhe i heshturi është i shpëtuar prej të gjitha këtyre. Domethënë nëse hesht nuk i mvishet asgjë prej kësaj, por vetëm i jepet nderim dhe thuhet se ka sjellje të mirë. Pastaj thot, ka thënë një poet, domethënë në mënyrë të bukur, hatfu mri'in lisanuhu fi jiddihi wa la'bihi bayna laha maqtaluhu rakkaba fi murakkabihi. Rukkiba fi murakkabihi. Do thot vdekja e njeriut shpesh herë domethënë i vjen nga fjalët, nga gjuha e tij, kur është serioz ose kur është duke bërë shaka. Ndonjëherë, domethënë edhe me ndonjë fjalë që thot njeriu nuk e kisha me të vërtetë, e kisha vetëm për shaka, ka mundësi ajo fjalë ja sjell vdekjen, domethënë në ndonjë rast. Prandaj thot se vdekja është ndërmjet fytit dhe rrënjës gjuhës. Do thot aty kur njeriu atë pjesë nuk e kontrollon, domethënë i vjen vdekja në mënyrë të jo të dëshirueshme. Pastaj transmeton autori rahimahullah gjithashtu me zinxhirin e tij nga Ahnaf ibn Qais, që përmendëm, thot se më ka thënë Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, i ka thënë ja Ahnaf, men kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Ka thënë o Ahnaf, kush flet shumë do të bëj gabime shumë. Dhe kush bën gabime shumë i paksohet turpi. Dhe kujt i paksohet turpi, atëherë i humb kujdesi ose wara, domethënë devotshmëria dhe kujdesi nga dënimi i Allahut. Dhe ai njeri që të cilit i paksohet kujdesi dhe ruajtja, atij njeriu i vdes zemra, domethënë atëherë as nuk e kupton të vërtetën, as nuk e ndjek të vërtetën. Gjitha këto domethënë janë pasojat të fjalëve të shumta. Nëse flet shumë, patjetër bën më shumë gabime. Dhe nëse bën shumë gabime, atëherë fillon njeriu mos kujdeset shumë a bien halal ose në haram. Si thamë në hadith, pra të gjitha gjymtyrët i thonë gjuhës ti friksoju Allahut, sepse ne mvaremi prej teje. Nëse drejtohesh, drejtohemi, nëse shtrembohemi edhe ne. Edhe atëherë, kur nuk ka kujdes, atëherë i humb, domethënë i ka vdekur zemra. Atëherë nuk ka hajër në atë zemër, nuk ndikon këshilla, as nuk ndikon për kujtimin, nuk ndikojnë ajetet e Allahut, nuk ndikojnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe atëherë domethënë e ka humbur gjithë mirësinë. Dhe pastaj thot autori, ka thënë al-abrash ma dhalla dhu samtin wa ma min mukthirin illa yazillu wa ma yu'abu samutu in kana mantiqu natiqin min fiddatin fa as-samtu durrun zanahu al-yaqutu. Do thot kush hesht nuk poshtrohet asnjëherë. Domethënë sa më shumë që hesht njeriu,
shpëton më shumë prej poshtrimit, dhe secili që i shton fjalët, patjetër se gabon. Domethënë kjo është kuptimi i fjalës Omerit radhiyallahu anhu në formë poetike, dhe nuk qortohet i heshturi. Nëse fjala është prej argjendi, atëherë heshtja është margaritar që është zbukuruar me diamant. Domethënë, siç është një fjalë e njohur dhe gjithashtu përmendet prej dikujt, kur fjala është prej argjendi, heshtja është prej ari. Thonë, mirë po, këtu ka thënë edhe më shumë. Domethënë, nëse ta thuash një fjalë e ka vlerën e argjendit, atëherë heshtja është si këto margaritar dhe diamantët edhe rubinët të zbukuruar. Thot, gjithashtu me zinxhirin e tij, autori rahimahullah transmeton nga Ali ibn Bekkar se ka thënë: "Ja'ala Allahu li kulli shay'in babayn." Do të thënë Allahu secilës gjë i ka vendosur dy dyer. "Wa ja'ala lil lisani arba'a." Kurse gjuhës i ka bërë 4 dyer. Ash-shafatayn misra'aini wal asnan misra'ain. Do të thënë buzët janë 2 porta të mbyllura, edhe dhëmbët janë 2 porta. Do të thënë kjo tregon çdo gjë që mbyllet me më shumë dyer, do të thënë është më e rrezikshme. Do thotë i vendosen një herë një par dyer, pastaj dyer tjera kështu me radhë, do të thënë se aty ka rrezik më të madh. Edhe në këtë aspekt e ka dhënë këtë shembull se gjuha i ka 2 pal dyer. Do të thënë një herë i ka 2 dyer dhëmbët që e pengojnë dale, pastaj janë buzët edhe një herë. Pra njeriu duhet që derisa ta hape gjuhën që të flasë, ta lëshojë gjuhën, do të thënë duhet të kalojë disa porta. Pastaj autori rahimahullah transmeton me zinxhirin e tij nga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, do të thënë transmeton nga Wuhejb ibn al-Ward, thot se ka qenë një djalë i ri që ka prezantuar në mexhliset e Omerit radhiyallahu anhu. Dhe ka dëgjuar mirë me kujdes. Do të thënë ka qenë shihet njeriu kur dëgjon, do të thënë edhe syt si i hap edhe koncentrimin si e ka. Ka dëgjuar me kujdes, pastaj është largu pa folur asnjë fjalë. Atëherë e ka kuptuar këtë djalë Omeri radhiyallahu anhu dhe i ka thënë: "Innaka tahduru majlisana fatuhsinu al-istima' thumma tansarifu min qabli an tatakallam." I ka thënë ti prezanton në takimet tona, dëgjon mirë, pastaj largohesh pa folur. I ka thënë ky djalë i ri: "Inni ahduru fa atawaqqa wa atanaqqa." Do të thënë, unë prezantoj edhe ruhem dhe përzgjedh. Do të thënë, kjo do thotë ruhem nga të folurit dhe i zgjedh dobit nga ajo që dëgjoj. I mbledh ato dobit. Wa asmutu fa aslama, dhe hesht dhe me heshtje që të shpëtoj. Do të thënë, ka qenë djalosh i mençur që Allahu i ka dhënë sukses që të përfitoj prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka qenë, do të thënë, me mençuri të lartë që nuk ka fol aty ku nuk e ka vendin. Pastaj thot autori rahimahullah: "Al-wajibu 'ala al-aqili an yunsifa udhunayhi min fihi." Pra obligimi i të mençurit është që të jetë i drejtë ndaj veshëve dhe gjuhës. Shikojmë këto fjalë, do të them prapë përsërisim se autori ka vdekur para 1100 vjetëve. Edhe shohim, dëgjojmë fjalë të urta që shumë i shpërndajnë njerëzit, edhe ka shpesh herë i atribuohen disa fjalë disa mosbesimtarve, sidomos prej perëndimorëve, thonë se ka thonë filani ose filanja e kështu me radhë, kur ne mësojmë, i gjejmë ato se janë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose fjalë të sahabeve, ose fjalë dietarëve shumë të hershëm. Edhe kjo nuk është çudi nëse e dim pak historinë, se kur ata kryqtarët e kanë marrë Andaluzin, edhe gjithashtu kur kanë marrë, do të thënë, pjesë të Shamit, Palestinën edhe pjesë të Irakut e kështu me radhë, kanë gjetur biblioteka maramense, do të thënë nuk kanë ekzistuar në Evropë bibliotekat atilla, dhe studiuesit e tyre kanë pa, do të thënë që muslimanët kanë një farë fuqie që nuk dinë si të përballen me ta.
edhe kanë studiu disa, kanë thonë fuqia e tyre ka dy burime. Një është feja, edhe tjetra dituria. Dhe për fe, ata nuk mund, domethënë kanë thonë ne nuk mund ta marrim që të bëhen ata gjithë musliman, edhe ta kenë këtë fuqi, sepse qëllimi ka qenë të luftojnë muslimanët. Mirë po, këtë pjesën tjetër të diturisë, edhe është, domethënë me fakte, argumente historike, kur i kanë marrë këto bibliotekat, në Andaluzi sidomos, domethënë çdo libër që ka pas të bëje me fe, për shembull tefsir ose hadith ose kështu, i kanë djeg, që mos lën asnjë gjurmë, mos mbetet prej fesë muslimanëve. Kurse çdo tjetër që ka qenë qoftë për shkencat e dunjas ose për çështjet moralit ose kuptimit e kështu me radhë, ato i kanë marrë dhe i kanë përkthy në gjuhët e tyre, edhe kanë përfituar shumë. E shiko tani, domethënë këto fjalë që i ka thënë Ibn Hibban para më shumë se 1100 vjetëve, tani kështu transmetohen sikur janë fjalë turta të perëndimit. Domethënë ashtu na servohen. Edhe kjo nëse fjala është, domethënë këto janë fjalë të vjetra të muslimanëve, disa janë prej sahabeve. Thash disa që përmenden si fjalë turta janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose pjesë të ajeteve. Gjithashtu i thonë, edhe muslimanët e gjorë krenohen që kanë mësuar një fjalë nxjerrin nëpër statuse, kanë mësuar një fjalë turtë prej dikujt, edhe e kanë lënë udhëzimin e Kuranit dhe Sunetit. Pra Ibn Hibban, se kunja e tij është Ebu Hatim, edhe shumë herë po përzihet me Ebu Hatim ar-Razi, edhe Ibn Abi Hatim gjithashtu. Pra Ebu Hatim Muhammad Ibn Hibban, rahimahullah, Allah i mëshiroft të gjithë dietarët e këtij umeti. Ka thënë njeriu i mençur është i drejtë ndaj vezëve dhe gjuhës, sepse domethënë e di se Allahu i ka dhënë dy vezë dhe një gojë. Atëherë, domethënë duhet të dëgjoj më shumë dhe të flasë më pak. Se nëse flet, ka mundësi që pendohet, domethënë bëhet pishman që ka fol, dhe nëse nuk flet, nuk pendohet. Domethënë nuk bëhet pishman, nuk i bie pishman se nuk ka fol në atë moment. Dhe thot wa huwa ala raddi ma lam yaqul aqdaru minhu ala raddi ma qal. Domethënë që ta refuzoj atë që e ka thënë, e ka më të lehtë dhe është më i fuqishëm se sa ta refuzoj atë që e ka thënë. Si thash, atë që nuk e ka thënë, që kur s'ka folur, domethënë është e lehtë ta refuzoj dhe ta përmirësoj, por atë që e ka folur është shumë e rëndë, shumë e vështirë ta korrigjoj edhe ta kthej prap. Dhe thot wal kalimatu idha takallama biha malakathu. Kur njeriu e flet fjalën, atëherë fjala bëhet sundimtare e njeriut. Wa illam yatakallam biha malakaha. Nëse nuk e ka nxjerr fjalën, ai e sundon. Domethënë e sjell në vendin ku do, edhe ku e sheh se është e dobishme. Por nëse e ka nxjerr fjalën, atëherë ma nuk mund ta sundoj, por bëhet i nënstruar ndaj asaj fjale. Wal ajabu mimman yatakallamu bil kalima in hiya rufi'at rubbama darrathu. Është e çuditshme thot si njeriu flet ndonjë fjalë që nëse ajo vazhdon domethënë përmendet, i bën dëm. Wa illam turfa lam tadurruhu. Nëse nuk përmendet, nëse nuk e ka thënë atë fjalë, nuk do t'i kishte bërë dëm. Kejfe la jasmut. Atëherë si nuk hesht pra njeriu, kur e di se fjalën që mund ta thotë, nëse ajo transmetohet prej tij, i bën dëm, por e thot prap. Kurse nëse humba e dini kur i thot njeriu dikujt ta them vetëm ty dhe mos i trego askujt, edhe ai thot edhe një 100 vetëve ta them vetë ty mos i trego askujt. Pra nëse e di ti se kjo fjalë nuk është për t'u tregu, atëherë është e çuditshme pse e thua. Pse e thu pasi ka mundësi të bëhet dëm. Atëherë mos e fol. Dhe thot wa rubba kalimatin salabat ni'ma. Edhe shumë herë një fjalë ka humbur njerëzve dhuntit. Domethënë ka mundësi që njeriu, për shembull një prej dhuntive të Allahut është që njeriu është i respektuar, edhe llogaritet për njeri i mençur e kështu me radhë, edhe ndonjëherë një fjalë e heq nga kjo pozitë.
ose dikush ka mundësi edhe të ketë pozita të dunjas, dikujt i humb pasuria për shkak të një fjalë, dikujt, siç u tha disa herë, i humb jeta për shkak të një fjale që e ka thonë. Pra shumë njerëzve u kanë humbur dhuntit për shkak të fjalëve. Thot, pra me zinxhir transmeton se një njeri nga fisi Rabia ka thënë këtë poezi: La'amru kama shay'un alimta makanahu ahaqqu bi sijnin min lisanin mudhallali. Do të thonë, pra kjo është si betim, betohem se nuk ka diçka që ti e di e cila meriton më shumë të jetë e burgosur se sa gjuha. Do të thonë, si thamë, kjo është fjala Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, që do ta përmendë autori pak më vonë. Ala fika mimma laysa ya'nika sha'nuhu bi quflin wathiqin mastata'ta faqfili. Do thotë, këtë gjuhën burgose brenda në gojë, edhe sa të kesh mundësi veri dryna, do të thonë që mos hapet, edhe mos dalë, do të thonë, të bëjë dam. Farubba kalamin qad jara min mumazihin fasaqa ilayhi hatfa sahmin muajjali. Do të thonë, shumë herë njeriu duke për shaka ka nxjerrë ndonjë fjalë. Mirë, po kjo fjalë ja ka sjellë shigjetën që ja ka marrë jetën. Walis-samtu khairun min kalamin bima'thamin fakun samitan taslam wa in qulta fa'dili. Thot, heshtja është më e mirë se të flasësh në një fjalë që të sjell mëkate, prandaj hesht më shumë që të shpëtosh, ose kur flet, bëhu i drejt. Do të thonë, thuje të vërtetën dhe thoje të drejtën. Pastaj autori rahimahullah transmeton me zinxhirin e tij nga Abu Darda radhiyallahu anhu, që ka thënë: "Kafa bika zaliman alla tazala mukhasiman." Në mjafton që të llogaritesh si i padrejt, zullumqar, nëse vazhdon vetëm në grindje. Do thotë, përplasesh me dikan, ndoshta në fillim ai është i padrejt, por padrejtësisht, do të thonë, të ka sulmu. Dhe ti i përgjigjesh, pastaj ai përgjigjet, pastaj ti vazhdon edhe vazhdon, patjetër se do të biesh në padrejtësi. Nëse e vazhdon shumë grindjen, wa kafa bika ithman alla tazala mumariyan. Edhe mjafton, do të thonë, si mëkat që vetëm vazhdon, nuk ndalesh në debat. Do të thonë, ka njerëz që derisa të vinë momentin që fjala e tij të jetë e fundit, nuk ndalet. Edhe kjo patjetër se do të biesh ndonjë mëkat dhe gabim. Wa kafa bika kadhiban alla tazala muhaddithan. Edhe mjafton që të quhesh ose të bëhesh gënjeshtar nëse vazhdon vetëm të flasësh, vetëm flet. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mjafton që njeriu të jetë gënjeshtar nëse flet çdo gjë që dëgjon. Do të thonë, çdo fjalë që të ka rënë nëpër vesh, e përmend, flet, nuk ndalesh, qoftë ajo e saktë, e vërtetuar ose e pavërtetuar, ose fjalë dobishme ose dëmshme, do të thonë, nuk i zgjedh njeriu, atëherë patjetër se do të bëhet gënjeshtar, do të gënjejë dikund. Illa hadithan fi dhatillahi tabaraka wa taala, përveç nëse flet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, gjitha këto, çdo herë fjala, edhe debati, edhe polemizimi, edhe përgjigja, edhe të folurit, duhet të jenë vetëm për ta kënaqur Allahun subhanahu wa taala. Dhe kur njeriu e ka këtë qëllim, duke, do të thonë, pasi e ka pastruar zemrën me takwa, edhe është pajisur me dituri dhe flet për hir të Allahut, me atë dituri që me të cilën e ka vepruar, atëherë fjalët e tij kanë dobi. Përndryshe, sa më shumë heshtje, më mirë është për njeriu. Vetëm kur flitet për hir të Allahut, do të thonë, ajo që duhet të sqarohet patjetër për fenë e Allahut subhanahu wa taala, qoftë sqarim i të vërtetës ose sqarim i të kotës, qoftë refuzim i njerëzve të kotës, do të thonë, ajo është për hir të Allahut të lartësuar. Kurse çdo fjalë tjetër që bëhet për hakmarrje personale ose për ngritjen e vetvetes ose për, do të thonë, për hakun e vetes, atëherë ajo është e dëmshme.
Pastaj thot autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, thot al-afia 'asharatu ajza, 9 minha fi as-sukut. Fjalën afia e keni dëgjuar shumë herë, e kemi shpjeguar, do të thonë shpëtimi edhe mbrojtja, do të thonë nga damet është 10 pjesë. 9 prej tyre janë në heshtje. 9 prej tyre është heshtja. Do të thonë 9/10 e shpëtimit dhe mirëqenies janë heshtja dhe 1/10 diçka tjetër. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, transmeton me zinxhirin e tij nga Shu'ba rahimahullah, thot minan nasi men aqluhu bi finaihi wa minhum men aqluhu ma'ahu wa minhum men la aqla lahu. Ka njerëz që e kanë mendjen afër vetes ose në rrethinën e vet. Ka njerëz që kanë mendjen me vetvete dhe ka njerëz që nuk kanë mend. Pra thot Shobja rahimahullah. Ai që ka mendjen me vetë, do të thënë vetvete, është alladhi yubsiru ma yakhruju minhu qabla an yatakallam. Do të thënë është ai që e analizon çka flet para se të flasë. Do të thënë e di çka është duke folur para se ta nxjerr fjalën. Ai që e ka mendjen në borë, me thonë, do të thënë afër vetes, është njeriu që e kupton gabimin pasi ta flasë fjalën, dhe ka njerëz që nuk kanë mend. Do të thënë që nuk e marrin vesh asnjëherë se nuk është dashur të flasë ose ka gabuar me atë fjalë. Edhe thot Abdulrahman, thot, do të thënë ky transmetuesi nga Shu'ba, Yahya al-Qattan rahimahullah, gjithashtu prej imamëve të dijes dhe hadithit, thot ja thash këtë fjalë Abdulrahman ibn Mahdiut rahimahullah, po ashtu një dietar i madh. Kur u ktheva, ja thash edhe ai tha hadhihi sifatuna, do të thënë kjo është cilësia jonë. Do me që e kemi mendjen afër, që pasi të flasim e kuptojmë ku kemi gabu, edhe kjo është një cilësi e mirë. Mirë po më pak se ajo që njeriu përpara se të flasë i analizon fjalët. Por dikush pasi të flasë më një herë e kupton ku e ka gabimin, thot kështu jemi ne shumicat, më thonë që kështu nxitojmë, mirë po pasi të flasim e kuptojmë ku është gabimi, edhe i ka pëlqyer kjo fjalë dhe ka thonë nuk duket kjo si fjalë e Shu'bes, por ndoshta e ka dëgjuar prej dikujt tjetër. Do të thënë fjalë shumë e mençur, ndoshta është edhe e mëhershme, ndoshta nga sahabët ose diçka prej kuptimeve të hadithit. Thot një poet ka thonë anta min as-samti aminu az-zalal wa min kathiri al-kalami fi wajal. Do të thotë ti në heshtje je i sigurt prej gabimit kur je duke heshtur. Kurse në fjalët e shumta je në frikë. La taqul al-qawla thumma tutbi'uhu ya layta ma kuntu qultu lam aqul. Do thotë mos thuaj fjalë, pastaj pas atyre të thush sigur mos kisha thënë ose sigur të kisha heshtur. Do të thonë prandaj hesht më shumë, edhe mos i thuaj fjalët, pastaj thush gabova që fola ose nuk u desh të flas, më mirë kish qenë mos kisha folur aty. Do të thonë mos u bëj shumë herë ashtu, se ndonjëherë njeriu të mund t'i ndodh, por mos ndodhe vazhdimisht. Pastaj transmeton me zinxhirin e tij nga Auza'i se ka thënë ma bulia ahadun fi dinihi bi bala'in adarra alayhi min talaqati lisanihi. Do thot askush nuk është sprovuar në fenë e tij me një sprovë më të rëndë se lëshimi i gjuhës. Do të thënë pa kufi, me pas gjuhën. Gjithashtu transmeton me zinxhir tjetër nga thot nga Abbas ibn Abdul Azim se ka thonë sami'tu Ariman yaqul, e kam dëgjuar Arimin duke thonë sami'tu Khalid ibn al-Harith yaqul, pra nga Khalid ibn Harith se ka thonë as-sukutu zainun lil-aqili wa sitrun lil-jahil. Do të thonë heshtja është zbukurim për të mençurin dhe mbulesë për ignorantin. Do të thonë kur hesht është i mbulum. Nëse e hap gojen, atëherë do të thonë dalin ato budallallaqet dhe ignoranca e tij. Ka thënë autori rahimahullah duke shpjeguar këtë fjalë,
ka thënë nëse nuk kish pas heshtja ndonjë veçori tjetër për cilën lëvdohet, përveç se është zbukurim për të mençurin dhe mbulesë për ignorantin, atëherë njeriu do ta kish pas obligim mos i ndahet asnjëherë heshtjes. Do të thënë vetëm kjo mjafton që heshtja zbukuron dietarin ose njeriu e mençur dhe ja mbulon tmetat ignorantit. Atëherë kjo do të kishte mjaftuar që njeriu mos i ndahet heshtjes. ومن أحب السلامة من الآثام فليقل ما يقبل منه. Kush do të shpëtoj prej mëkateve, le t'i flasë fjalët që pranohen prej tij, wal yuqil mimma la yuqbalu minhu. Edhe le t'i paksoj fjalët që nuk pranohen prej tij, sepse thot la yajtariu ala al-kalam al-kathir illa fa'iqun aw ma'iq. Do të thënë kush ka guxim që të flasë shumë, ose njeriu që është, do të thënë, nivel shumë të lartë të diturisë, ka guxim të flasë, ose dikush që është budalla, do të thënë ahmaq. Ose ai njeriu që ka dituri dhe diçka flet, ka guxim që të japë përgjigje kështu me radhë, ose dikush që nuk ka lidhje me mendjen. Pastaj transmeton nga Shobja, rahimahullah, se ka thënë i ka thënë një njeriu, el-Hakem, i ka thënë ma laka la taktubu an Zadan, pse nuk shkruan hadithet, do të thënë pse nuk i shkruan transmetimet nga Zadani, ka thënë kana kathir al-kalam, sepse fliste shumë. Do të thënë dietarët e selefit nuk kanë marrë dituri, nuk kanë shkruar diturinë e atyre që kanë qenë dhafazan, që shumë kanë folur. Edhe kjo tregon se të folurit e shumt nuk është cilësi e lëvduar asnjëherë, domethënë. Thot autori rahimahullah, gjuha e të mençurit është pas zemrës së tij. Dhe nëse do të flasë, domethënë një herë kalon në zemër, pra në mendjen, mençuri dhe dituri, analizon, pastaj del. Nëse është në pajtim me mençurinë, atëherë e thot, përndryshe e ndal. Kurse ignoranti e ka zemrën në majë të gjuhës. Çdo gjë që i vjen gojë, më thënë, e nxjerr edhe nuk e analizon, nuk ka wama aqila dinuhu man lam yahfaz lisanahu. Edhe nuk e ka kuptuar fen ai njeri që nuk e ruan gjuhën e tij. واللسان إذا صلح تبين ذلك في الأعضاء وإذا فسد كذلك. Do të thënë gjuha nëse përmirësohet, kjo shihet në gjymtyr tjera, në vepra tjera, edhe nëse prishet, gjithashtu shihet në gjymtyr tjera. Pastaj transmeton nga Yahya ibn Kathir se ka thënë ma saluha mantiqu rajulin illa urifa dhalika fi sa'iri amalihi. Do të thënë çdo herë kur njeriu i përmirësohet të folurit, do të thënë diçka flet, kjo shihet në të gjitha veprat e tij, edhe çdo herë kur i prisen fjalët, gjithashtu shihet në veprat e tij. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bis-sidq, do të thënë mbahuni sinqeritetit. Dhe ka thënë se sinqeriteti udhëzon në bamirësi. Do të thënë kur njeriu e flet vërtetën, kjo e çon në rrugën e bërjes së veprave të mira. Edhe bërja e veprave të mira çon në xhennet. Dhe ka thënë ruhuni prej gënjeshtrës, se gënjeshtra çon në fuxhur, do të thënë në llojet e ndryshme të mëkateve, edhe mëkatet çojnë në xhehenem, Allahu na ruaj. Pastaj ka përmendur gjithashtu poezi, pastaj thot nga Usair ibn Jabir, thot, do të thënë kujdesi se ndonjëherë edhe kur e flet dikush ndonjë fjalë, sprovohet me atë. Thot, nëse thot njeriu, këtu ka përmendur ky një shembull, thot asnjëherë nuk kam pi, si më thon, nuk kam thithur nga dhia. Thot ka pas njerëz në vështirësi të mëdha, ose në etje të skajshme, çka ka ndodhur, nuk ka pas tjetër zgjidhje, ka shku direkt, ka thith nga xhiri i dhis. Edhe ka thonë unë këtë nuk e kam bërë asnjëherë. Mirë po nuk kam thënë asnjëherë nuk pi, se jam friksu se mos sprovohem. Sepse njeriu kur flet një fjalë,
Shpesh herë, do të thënë, i vjen sprova nga ajo fjalë që e ka thonë. Demek është për qëllim në përgjithësi, sa më pak që të flasë njeriu më mirë është. Se kur thot disa çështje ka mundësi, edhe kur e përqesh dikan, si thonë edhe populli, se kjo është nga përvoja, do të thonë duket, kur njeriu shumë përmend një çështje, edhe shumë bëhet i fuqishëm, do të thonë, shpesh herë sprovohet me atë. Nëse tregon se unë nuk i friksohem, unë kështu, kur i vjen sprova, do të thonë pikërisht në atë që e ka përmendur shumë. Thot, këtu ka transmetuar me zinxhir, do të thënë fjalën e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, se ka thonë wallahi alladhi la ilaha ghayru. Pra thot Abdullah ibn Mas'ud, pasha Allahun, përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë. Ma shay'un ahaqqu bi tuli sajnin min lisan. Do të thënë nuk ka asgjë që meriton më shumë të jetë burgosur se sa gjuha. Pra Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu betohet në Allahun e gjithfuqishëm, se asgjë nuk duhet të mbahet më shumë se sa duhet të mbahet gjuha dhe të burgoset, do të thënë si në burg, pra që lëshohet vetëm për nevojë të patjetërsueshme. Pastaj thot dhe transmeton nga Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah, pra transmeton nga Ibrahim at-Tamimi, thot e kam shoqëruar, më ka tregu dikush që e ka shoqëruar Rabi ibn Khuthaymin rahimahullah. Është një prej imamëve të zuhdit, do të thënë edhe kujdesit dhe devotshmërisë, dhe ka biografi të mrekullueshme. Thotë e kam shoqëruar Rabi ibn Khuthaymin 20 vjet dhe nuk kam dëgjuar prej tij asnjë fjalë për cilën, do të thënë, do të ishte qortu. Pra nuk ka thënë asnjëherë ndonjë fjalë që mundet me thonë këtu gaboj, ose rëshqiti, ose sudash të thot, ose kështu. Pastaj transmetohet gjithashtu se e kanë ditur njerëzit që nuk flet shumë, edhe nuk flet fjalë të rënda. Do të thënë, edhe kur duhet me qortu, do të thënë me fjalë shumë të kujdesshme. Prandaj thot, kur në atë ditë kur e vran Huseinin radhiyallahu anhu, që është sprove rëndë edhe ndodhi e madhe, kanë thënë sot sigurisht do të flase. Pra sigurisht do të mbajë një fjalim prekës, edhe do t'i shajë ata që e kanë vra Huseinin radhiyallahu anhu, nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim se është vra pa drejtësisht. Edhe i kanë tregu Rabi ibn Khuthaymit. I kanë thënë e vran Huseinin. Ka thënë atëherë ka folur, edhe kanë ngrit zanin, ka thonë Allahumma fatira as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wash-shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Do të thënë ka thonë vetëm këtë ajet. O Allah, o krijuesi i qiellit dhe tokës, o i gjithdijshëm për të fshehtën dhe të dukshmen, ti gjykon mes robërve tu për atë që janë kundërshtuar. Do të thënë kjo është fjala që kanë pritur se tash në këtë vend do të thotë një fjalë të rëndë, ka folur vetëm me ajetin e Allahut. Pastaj këtu transmeton një ndodhi, autori rahimahullah, për një grua që ka fol vetëm me ajete. Do të thonë çdo gjë që e kanë pyetur është përgjigj me ajete, mirë po kjo ndodhi, zinxhiri i saj është shumë i dobët, shumë, do të thonë, në transmetuesit ka dobësi shumë të madhe, edhe nuk është ndodhi e sakt, por edhe nëse kishte qenë e sakt, është diçka që është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol vetëm me ajete, as sahabët nuk kanë fol vetëm me ajete, kanë bisedu, janë përgjigj në pyetje me fjalë, do të thonë është përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë përgjigjur sahabët, nuk kanë fol vetëm me ajete, se disa njerëz këtë e përmendin si cilësi të evlijave, që për çdo gjë është përgjigjur vetëm me ajet. Mirë po kjo nuk është rrugë e saktë. Ibadetet, do të thënë, duhet të jenë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo nëse njeriu mendon që e adhuron Allahun, që mos flasë me fjalë të rëndomta, apo vetëm me fjalë, do të thënë, prej ajeteve, kjo është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe
jo vetëm kjo, edhe në përgjithësi, do të thonë, nëse i shohim fjalët e selefit, prej tabiinëve, atba'ut tabiin, do të thonë njerëz imamat zuhdit që përmendim, shohim disa ndodhi që janë për njeriu vështira mi kuptu si ka mundësi, do të thonë, qëndroj në atë mënyrë. Njeriu për shembull kur thuhet se 20 vjet e kam shoqëruar, se 30 vjet e kam shoqëruar, nuk e kam pa duke buzëqesh asnjëherë, duke qeshur, do të thonë asnjëherë, ose tjera. Këto, do thotë, edhe në këto raste ne duhet ta dimë atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pra udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi dikush që vjen më vonë të bëjë ndonjë vepër që është më e mirë se veprat të cilat i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në secilën çështje muslimani duhet të jetë mesatar, ta mësoj dhe ta ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në secilën çështje, edhe në heshtje, edhe në të folur, do të thonë, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen rasti për të folur, atëherë mendoje fjalën. Nëse është hajër, fol. Përndryshe, hesht. Nëse është keq, ose është e dyshimta ajo fjalë, largohu prej saj. Kjo është rruga e saktë. Dhe flitet edhe me fjalë të përditshme të njerëzve, edhe pyet e njerëzit, edhe për çështje të dunjas. Do të thënë, nuk është pengesë. Pra kjo historinë mos e lexojmë, është e gjatë, por me rëndësi është se çdo pyetje që ja kanë bë është përgjigjur me ndonjë ajet. Kjo nuk është prej rrugës së selefëve. Thot autori rahimahullah, qad dhakartu ma yusakilu hadhihi al-hikaya fi kitab hifdh al-lisan. Thot këto i kam përmendur në librin Ruajtja e gjuhës. Një libër tash edhe për këtë temë, për ruajtjen e gjuhës, ka shkruajt libër. Do të thonë ka shkruar shumë libra. Ibn Hibban rahimahullah, por shumica prej tyre janë të humbur, siç përmendëm disa herë. Thot, njeriu i mençur duhet ta mësoj vetveten që t'i lër edhe fjalë që i ka të lejuara. Do të thonë të folurit është e lejuar. Lejohet me fol. Edhe ka shumë prej fjalëve që janë halal, do thotë nuk ka dëm to, nuk ka ndonjë përfitim, mirë po janë halal i përgjithshëm. Këto fjalë njeriu duhet mësohet sa më shumë t'i lër, do të thonë sa më pak të flasë për këtyre fjalëve, që mos bjerë edhe në ato që janë të ndaluara, edhe të dëmtohet, do të thonë nga fjala që e ka thënë. Nëse njeriu nuk ka sukses, nuk i është dhënë, do të thonë ai sukses që të flasë fjalë me të cilat do të pasurohet për ahiret, atëherë sa më shumë le të hesht. Pra ka thonë një poet, "Walan yahlika al-insanu illa idha ata min al-amri ma lam yardahu nusaha'uhu fa aqlil idha ma qulta qawlan fa innahu idha qalla qawlu al-mar'i qalla khata'uhu." Do thotë njeriu nuk mund të shkatrohet prej gjërave që nuk mund shkatrohet nëse nuk i bën apo nuk i flet ato fjalë që këshilluesit e tij ose dashamirësit e tij, ata që ja duan të mirën, nuk i duan këto fjalë. Do të thonë kur dikush ta do të mirën, thotë më mirë mos e fol këtë fjalë. Dhe nëse bën kështu, nuk i flet ato fjalë që me të cilat nuk janë të kënaqur dashamirësit e tij, atëherë nuk do të dëmtohet dhe nuk do të shkatrohet. Prandaj thot, paksoj fjalët kur flet, fol më pak, sepse kur njeriu flet më pak, gabon më pak. Edhe thot, ka thënë Muwarriq al-Ijli, amrun ana fi talabihi mundhu 20 sinin. Do të thënë jam duke u munduar të arrij një qëllim që 20 vjet, do të thënë ka 20 vjet mundohet për një qëllim, walastu bitarikin talabahu, edhe nuk do ta braktis kërkimin e kësaj. Do të thënë vazhdimisht do të mundohem të arrij këtë. Kam thënë cila është ajo o Abu al-Mu'tamir,
ka thënë as-samtu amma la ya'nini. Do të thonë që mos flas për tema që nuk janë të mijat. Do të thonë tema ku nuk është çështja ime që të flas, do thotë heshtja ndaj këtyre temave. Kjo është diçka që jam duke u mundu që 20 vjet, edhe do të vazhdoj të mundohem. Kur mos flas për diçka që nuk është për, do të thonë që nuk më hyn punë mua. Dhe në fund ka thënë, pra thot autori rahimahullah me zinxhirin e tij, transmeton nga Kharija, thot se ka thënë sahibtu Abdullah ibn Aun. Gjithashtu edhe ky Abdullah ibn Aun është një prej këtyre imamëve të zuhdit. Ka thënë jam shoqëruar me Abdullah ibn Aunin 25 vjet dhe nuk mendoj se me lajket i kanë shkruar dhe një mëkat. Dhe 25 vjet e ka shoqëru, do të thënë ka mësu prej tij dhe e ka shoqëru në udhëtime dhe në vendin e tij. 25 vjet dhe thot nuk më merr mendja që ka thënë ndonjë fjalë që ja kanë shkruar me lajket, do të thënë ndonjë fjalë të keqe ose ndonjë mëkat që ja kanë shkruar me lajket. Kjo është tema për heshtjen dhe kujdesin për gjuhën. Edhe tema tjetër ka lidhje me këta, është thënia e vërtetës, sidq, do të thënë që njeriu gjithmonë të jetë i sinqert dhe të largohet prej gënjeshtrës. Kjo është çështje e rëndësishme prej çështjeve të gjuhës dhe do ta flasim në takimin e radhës inshallah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.